Gjatë etapave të ndryshme të historisë, shpesh është thënë se lufta nuk përfundon me heshtjen e armëve, por vetëm kur drejtësia arrin tek ata që mbeten me plagat e saj. Sepse lufta, përstej asaj që ndodh gjatë kohës kur ajo zhvillohet, vazhdon në jetët e qytetarëve, në kujtesën e një populli, në plagët që nuk shihen, por që nuk shërohen pa drejtësinë për to. Prandaj sot, përveç që kujtojmë, jemi mbledhur edhe për të folur, për të dëshmuar, për të kërkuar drejtësi. Në Kosovë ka mira, gra dhe burra të mbjetuar të dhune seksuale nga lufta që ende presin drejtësi, ndërkohë që shumë pak apo një numër i papërfillshëm i autorëve të këtyre krimeve janë përballur me ligjin. Prandaj përveç se një çështje të rëndësishme dhe ndjeshme shoqërore, është një çështje që pret drejtësinë dhe prek ndërgjegjen të gjithëve të përfshi edhe të ndërkombëtarëve. Sepse, derisa ne po flasim edhe për këtë temë sot këtu, jemi dëshmitar të një procesi të padrejtë gjyqësor që po vazhdon tash e gati 6 vjet ndaj atyre që luftuan për lirinë e Kosovës. Prandaj të dashur kolegë, sot me shumë se me fjalë, është rëndësishëm të flasim me kujtesë për të vërtetën dhe me një guxim që nuk u thya kurrë. Jemi këtu në Kuvendin e Republikës Kosovës për të nderuar të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës, gra dhe burra që përjetuan një nga krimet më të rënda, të cilat përkundër sfidave zgjodhen të qëndrojnë dhe të ngrihen për të denoncuar krimet ndaj tyre. Ajo që ndodhi gjatë luftës nuk ishte rastësi, nuk ishte as kolateral lufte, ishte një krim i paramenduar nga shteti serb. Ishte një strategji terrori dhe përpjekje për ta thyer shpirtin e një populli të tërë. Por ja ku jemi sot, në Kosovën e lirë, të pavarur, që ta themi me kokën lart, me krenarit e madhe dhe me zë të lartë, ata dështuan. Dështuan sepse populli ynë nuk u thyje. Gra dhe burrat e Kosovës nuk e dorëzuan për asnjë moment dinjitetin e tyre. Gra dhe burrat e Kosovës triumfuan. Të dashur qytetarë, në këtë kohë, kur mira të mbjetura ende presin drejtësi, ne duhet të pyesim, ku është drejtësia dhe për kë është ajo? Ndërkohë këto krime mbeten të pandëshkuara, ne shohim proceset e gjata dhe të padrejta ndaj atyre që luftuan për lirinë e Kosovës. Ky kontrast nuk është vetëm i dhimbshëm, por edhe i padrejtë. Sepse siç e ka thënë një herë një aktivist i pathyeshëm, padrejtësia diku është padrejtësi kudo. E vërteta është e thjeshtë dhe e qartë. Ata që i kryen këto krime ishin frikacak. Fshishin pas uniformave, pas armëve, pas një sistemi dhe dhune të vazhdueshëm. Sulmuan të pambrojturit, sepse nuk ishin forcë të përballshin me dinjitetin dhe njerëzoren. Forca e vërtet u përket të mbjetuarve. U përket grave dhe burrave të Kosovës që rindërtuan jetën nga hiri, që rritën familje, që ecën përpara me plagë të padukshme, por që refuzuan të përkufizohen nga ato plagë. Gjatë gjithë angazhimit tim publik, kam komunikuar me grupe që kanë kontribute të mëdha në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, me raste shumë të ndjeshme. Por takime me këto kategori kanë qenë ndër më të rëndat për mua, sepse rrëfimet e tyre kanë qenë shumë prekse. Sot i shoh këtu përballë disa prej tyre me të cilën kam pas fatin të punoj në këtë drejtim. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se këto histori do të dëgjohen kudo, në çdo forum, në çdo institucion, në çdo vendimore, kudo ku flitet për drejtësi dhe paqe. Jam thellësisht i lumtur që në kuadër të angazhimit ton politik, javën e kaluar miratuam unanimisht një rezolutë e propozuar nga ne, përmes së cilës u zotuam të mbrojmë të vërtetën dhe dinjitetin e viktimave të luftës. Të mbrojmë pa asnjë dallim dhe nga të gjithë aktorët të jashtëm e të mbrëmshëm, të cilët në njërin ose tjetrën formë
provojnë ta tjetërsojnë historinë tonë. Sepse ju jeni kujtesa jonë e gjallë, që na rinovon çdo ditë besimin tonë të përbashkët, ne nuk do të harrojmë. Është përgjegjësia jonë si shoqëri dhe si shtet të jemi krah tyre, aty ku për vite me radhë ka munguar përkrahja. Të ndërtojmë institucione që jo vetëm i njohin, por i mbrojnë, i fuqizojnë dhe u japin zërin që është mohuar. Një zë që nuk mund të ndalet, një zë që thot, drejtësia ka rëndësi, diniteti ka rëndësi, e vërteta ka rëndësi, dhe ne nuk do të ndalemi. Nuk do të ndalemi derisa heshtja të zëvendësohet me respekt dhe çdo i mbijetuar të ndihet i mbështetur dhe i fuqizuar. Të mbijetuara të dhunës seksuale, zonja dhe zotëri. Ju nuk do të përcaktoheni nga krimet serbe ndaj jush, por nga forca me të cilët u ngritët sërish. Kosova qëndron me ju. Dhe historia do të kujtoj jo mizorinë e kriminalëve, por guximin e atyre që mbjetuan dhe u ngritën. Historia do të kujtoj kurajon dhe vetmohimin tuaj.